Gjendja jote është shumë e keqe. Dhe mua masa tumorale po më vente drejt zëmbës. Të marrësh vesh që ke vetëm një muaj jetë. Gjithmonë sa herë futem në sallë të operacionit, thoshja, bat më ndihmo. Se bat më ka ikur shumë i ri. Dhe unë kam hajtur në një pikë ta dua shumë vetën timiote ta. Bravo. La familja ime po ka nitur. Unë do jetoj. Do luftoj fort, do jetoj. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në jug të Italisë, do të hap dritaren për një 44 vjeçare e cila quhet Lumturie Nela. Në fakt i urojmë siç ka emrin të ketë jetën, por vitet e fundit kjo zonjë po përballet me sfida të forta për jetën. Kërkon sot të hyj këtu në live me Odetën për të treguar diagnostikimin me sëmundjen të rëndë, sfidat e mëdha, 8 operacionet dhe drita e jeshile që ju ndes në Itali nga mjekët italian. Kështu që do hap dritaren me njëherë dhe do e përshëndes zonjën Lumturie Nela. E dashur Lumturie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Italia. Ashtu siç ke emrin, të uroj të jesh në jetë. Shumë faleminderit. Gjithashtu dhe juve. Unë kur lexova mesazhin tuaj, u preka me thënë të drejtën. Por pa të njohur vetëm nga mënyra se si kishe shkruar, mendova që kam të bëj me një grua shumë të fortë. Ashtu se ti jem. Dhe unë i adhuroj dhe i dua gratë që janë të forta. Shpresoj t'ja dalë. Do lutemi të gjithë për ty që do t'ja dalësh dhe sigurisht që do t'ja dalësh. Të kap dritën jeshile, në fjalë unë kështu shpresoj. Dhe dua ditën e sotme të më tregosh këtë histori, këtë përballje, këto sfida dhe një luftë që ke kaluar në jetën tënde për të qenë dhe një motiv për të gjitha ato gra të cilat mund të jenë diagnostikuar me kancer në gjith dhe ka nevojë për motivim. Dua sot ta dëgjoj historinë tënde, Lumturie. Ti u diagnostikove në Itali? Fillesat e mia të sëmundjes time, unë vi nga Vlora. Je vlonjate. Po, unë jam Lumturie Kadri Nela. I madh quhet Kadri, është në origjinë nga Delvina. Po. I madh ka qenë ushtarak dhe është transferuar në Vlorë dhe aty ka krijuar familje. Mami është vlonjate. Nga të dy prindit jam edukuar me një frymë që vështirësitë i përballoj. I madh ka qenë ushtarak dhe i ke parasysh një familje ushtarakësh, sa i rrep dhe sa janë rregullat, por na ka edukuar për t'ja dalë. Në 2013-ën, unë u diagnostikova me tumor, belin. U diagnostikova në Vlorë. Në Vlorë është Max Gega, që kush është nga Vlora e di që është shumë i miri. Sa vjeç ishe? Për ekografi dhe për mamografi për të tëra. Ka studion e vetë në Vlorë. E kuptoj. Në momentin që më diagnostikoj, më tha, për momentin është belin dhe masa tumorale është një gjumë. Rjeqet, që nga 2013 dhe në 2019 unë jam kontrolluar sistematikisht. Por, gabimi që bërë mjekësia shqiptare, jo doktor Maxi është një nga më të mirët dhe më diagnostikoj në kohë për gjithë shka, dhe unë jam këtu falti diagnostikimin që bëri në kohë, por mjekësia shqiptare mua duhet na kishte hequr atë masë tumorale, le të ishte në gjumë, le të ishte belin. Se nuk do më vinin këto të pasme. Gjithsesi, deri në 2019 unë kam bërë kontrollet vazhdueshme. Në 2020 ka si Covid-i. Dhe siç e dinë të tërë që ruheshim nga virusi. Edhe nuk vajta të kontrollohesha. Në korrik të 2021-shit, duke folur me të afërm temi se i kam të në Itali, duke folur me motrën time në telefon, më jep një dhimbje shumë të fortë,
Kish filluar kohë pas kohe, vitin e fundit, nga çelë kohë një të dhimbje gjoksi. Atë ditë më bajti një orë e dhimbje dhe të nesër më vete direkt tek klinika ku janë kontrolluar. Pra, ti gjatë kohës që ishte pandemia ende jetoje në qytetin e Vlorës. Dhe në 2021 nuk kam jetuar në qytetin e Vlorës. E qartë. Dashur Lumturie, më lejo dhe të pyes dhe më pas do kalojmë dhe të shteti italian aty ku ti je sot dhe falë mjekësisë italiane po e mund këtë sëmundje. Unë sot jetoj. E dashur Lumturie, sa vjeç ishe kur për herë të parë u diagnostikove dhe ishte një diagnostikim i rastësishëm apo kishe ndonjë shenjë që shkove te doktori? Unë isha 40 vjeçë. Po. Dhe në momentin që unë vajta për kontroll, mendova kontrollet rutinë siç kam bërë vitet 8 vjet më përpara. E qartë. Kur ja diagnostikuar kam qenë 35 vjeçë. Për herë të parë. Për herë të parë, po? Pas 8 vjetëve, shpalli me fjalë u zgjua nga gjumi masa tumorale, edhe ishte shpërndar në një moment, në një mënyrë kaq të shpejtë, sa që unë nuk e kisha kapur dot. Që do të thotë, nga një mas, më ishin bërë 3 masa tumorale dhe një limfatike. Dhe më kishin marrë gjoksin dhe sqetullën. Komplet. Dhe vajta vetëm, se zakonisht veja shoqëruar me familjarët e mi, thash, s'është nevoja se unë e di se çka kam. Nuk e mendova që mund të më... Pra, gjatë kohës që ishte pandemia, ti pati një dhimbje që të zjati 1 orë në gjoks dhe me njëherë shkove ditën tjetër në spital. Ka qenë ditë e diel dhe të nesme kalova te klinika private e Max Gegës. Në qytetin e Vlorës, po? Në qytetin e Vlorës, se atje jam ndjekur gjatë 8 vjetëve, që në 2019. Atje ishin doktor Maxi me gjithë djali, mua më kontrolloi i biri Maxit, Bez Gega, që e përshëndes dhe janë super, janë shumë për me kuptu, janë shumë humanë. Është e rëndësishme kjo marrëdhënia e doktorit me pacientin, sepse pacienti e shikon doktorin si një perëndi që i ka jetën në dorë dhe një doktor human bën dhe pak psikologun te pacienti për ta qetësuar shpirtërisht dhe mendërisht dhe të besojë. Unë nuk e di çfarë do të priste më mbrapa dhe bisedoj me Besin se gjatë 8 vjetëve në kontroll kishin krijuar një me fjalë misi. Konfliktin lidhshëm. I thash Bes, unë e di se çka kam, i thash po megjithatë me që se pata dhimbjen e fortë, dua të shikoj se çka kam. Ai kontrollon 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë me eko, me ndalim, me seanca, dhe më tha dëgjoj po tha. Gjendja jote është shumë e keqe. Masa tumorale nuk është ajo problem, sa që ke poshtë, problem është masa tumorale që ka kaluar lart. Dhe mua masa tumorale po më vente drejt zëmrës, se unë e kisha masën tumorale nga krahu i gjoksit, nga krahu i zëmrës. E qartë. Dhe më thotë, me 2 llafe. Odet, më beso, ka qenë një shok për mua. Ne kam qenë vetëm. Të marrësh vesh që ke vetëm 1 muaj jetë. Dhe duhet të lëvizësh sa më shpejt. Në të jetë në kohë mostra shumë e shqetësuar i binde telefonit. Nuk isha që i thoshja. Se isha në rrugë. Rruga që tek spitali, kush Maxi, kush nga Vlora e di. Dhe deri tek shtëpia ime, më rishtu për rruga me e gjatë në botë. Mblodha veten, qava për momentin tek klinika, pastaj i thash vetes, mblidhe veten, çau, dhe shtëpisë po të pret një nën 88 vjeçare. Me sëmundje. Në momentin që vetë në shtëpi, ishte mamit, dola shumë mirë. Se mamin e kisha me sklerozë, me diabet, me tension, me kompleks sëmundjesh, dhe nuk doja ta shqetësoja. E detyruar ta gënjeje. Një gënjeshtër e bardhë për mos ta shqetësuar. I them, më thot mami, këtë kishe mami si dole? Ma dola shumë mirë, thash. Dhe kalova nga kuzhina, fola me motrën. Dhe të afrimit e mi. Të afrimit e mi, shumë të afërt janë herojët e mi o të ta. Unë dua të jap një mesazh të gjithëve. Kush ka familjar,
se në rrjetet sociale kam parë dhe kam dëgjuar shumë historira të dhimbshme. Se janë vetëm unë, ka shumë gra dhe vajza që janë në këtë pozicion. Ju bëj thirrje ti mbështesin. Ta prishin rahatin e tyre, ta prishin qetësinë e tyre, për të shpëtuar një jetë. Është shumë e rëndësishme. Ne po na mbështet shteti italian që nuk na ka asnjë një gjë. Në momentin kur janë të mundur, gjendja e personave që ishin me tumor ishte shumë e keqe. Po të them vetëm një fakt. Në 5 veta që unë mora vesh, ne ishim së mundur, vetëm unë jetoj që u kurova në Itali, të tërë kam vdekur. Për arsye se kimia në 2021 që unë isha në Shqipëri, duhet të blej në farmaci. Ambientet ku bësh kimia janë me myk, ishin me gjëra, siç i kemi dëgjuar në rrjetet sociale që spital do kisha shumë dëshirë që të ishin në lartësinë e dur, siç është mjekësia dentare, ishte edhe mjekësia tjetër. Që ne këtu në Itali krenohemi me mjekësinë dentare. Sepse një pjesë e mirë e shtetit italian, problemet me gojën vinë në Shqipëri rregullojnë dhe është e vërtetë. Është e vërtetë. Nga private nuk e përballoja dot. Se ishte një kosto shumë e madhe. Ishte kosto shumë e madhe dhe nuk po dha garanci për jetën. Në fazën që isha unë, isha në fazë shumë të keqe. E tash lumturie, mjeku që të diagnostikoi, ai djali i ri, çfarë këshille të dha që largohu jashtë Shqipërisë për të shpëtuar? Momenti i parë më tha, ke njerëz jashtë shtetit? Gjendja ajo, biletën e ke prerë, trenit i ke hipur më tha. Lëviz sa më shpejt. Fjalët e mjekut që më tha në Vlorë. E qartë. Unë kam baban tim tha dhe kurrojt në Bari tha. Është mjek dhe kurrojt në Bari. Për gjendjen që kishte doktori. Që kështu të rekomandoj tha që të vesh jashtë shtetit për të vazhduar tha. Se po vazhdove këtu tha, do përfundosh si shka përfunduar shumë gra që fatkeqësisht nuk jetoj më. Dhe mes dhimbjes lotëve që përjetove një shok, e ndave me motrën tënde dhe ja tregove të gjitha që gjendja jote shëndetësore ishte goxha e rënduar. Unë kisha vetëm një muaj jetë, që nga data 10, por që unë diagnostikova, duhet ta lija Vlorën në mënyrë urgjente. Ose të mjekohesha në mënyrë urgjente, paraqitesha në spitalet në mënyrë urgjente. Për arsye se ditë të tikni dhe gjendja agradohej. Të bëj vetëm një shembull të vogël, në momentin që unë diagnostikova, në sqetull ishin masa sarxukoklaurizi, masa tumorale dhe masa limfatike. Në momentin që unë kam ardhur në Itali, që unë erdha shumë shpejt, ato ishin bërë sa 2 vezë. E qartë. Aq që me shpejtësi ishin rritur. Zhvillohej masa tumorale imja, që do thotë isha plot. Në këtë moment unë kisha dhe një vlla në Milano, po them kisha se nuk e bjetoj dot, po vuante nga leucemia dhe kishte 17 vjet që luftonte me jetën. Unë isha e treta në familje që u diagnostikova me sëmundje. Imagjino me një 88 vjeçare, fletova motrën, familjen e motrës, në kuptimin që janë mbështetja ime dhe janë heronjtë e mi. I mak nga mësonte që me jetë jeni një njohës, dhe jam shumë i njohëse. Motrës, familjes motrës, Italisë, Spitalit të Princit, Aperino, doktor Stefano Burlizit, që u tregua shumë uman me mua, në momentin që ne i gjetëm klinikën e tij dhe ishte klinikë private dhe kishte një kosto goxha për xhepin tim që isha pa punë. Të u kujdesesha për mamin dhe nuk kisha mundësi që të punoja, se nuk e lija dot vetëm, ishte në regjim shtrati pa lëvizshëm. Nuk më mori lek, kur pa gjendjen time, kur tha familjarëve të mi, na shkresën, se punë italiane ta nëse s'ke dokumenta me pasaportë shqiptare nuk pranon njëri. E vërtet. Po. Dha një shkres, personi që po vinë është njeriu im. Dhe mu hapën dyert. Fillova operacionin e parë, biopsin e parë, biopsin e dytë, oqa biopsin.
Filloi betejë pastaj. Unë nuk jam operuar vetëm nga gjoksi. Se në momentin që mendova se shpëtova, kalova, unë pata probleme me mushkrit. Se çfarë ndodhi me mushkrit? Doli një mas tumori, po ishte benign, në mushkrit. Në 2 cipat, cipën e trashë dhe cipën e hollë, dhe duhet të operosh urgjent. Pra, le të themi që kishte ndodhur metastaza në trupin tënd. Doktori më tha, kjo është nuk është nga gjoksi, është diçka tjetër, po që hyn te familja e tumoreve. E qartë. Pra, operacioni i parë që ti ke bërë në shtetin italian ishte heqja e gjoksit. Operacioni i parë unë e quaj që te biopsia, se është tamam operacion dhe biopsia unë ta. Po, e di, kam eksperiencë. Kam patur një shtëpi me këtë. Edhe është shumë e vështirë. Që bëhet një çarje për të marrë masa dhe për të bërë biopsia, e kuptoj qartë. Por më preke kur thej që motra ime, familja ime janë heronjt, sepse në momente më të vështira ajo të hapi derën dhe qëndroi me ty. Dhe të kam mbështetur dhe besoj të mbështet akoma dhe është për një falënderim shumë të madh për gjithë ata njerëz që të kanë qëndruar. Më mbështesin, janë gjithmonë forca ime. Unë jam me ta. Unë vazhdoja me ta. Se unë vazhdoj kontrollet çdo muaj vetë në spital, vazhdoj në onkologjik. E qartë, ti vazhdon jeton ende aty në Itali dhe je tek motra. Po, jam midis Italisë dhe Shqipërisë. E kuptoj. Po qarkualisht e motra. E dashur lumturie, momenti i parë ishte biopsia. Pra, shteti italian me njerë nisi të bënte një biopsi. Të bëri biopsin dhe filloi beteja. Një betejë që kur e kujton të dridhet mishi, dhe është e kuptueshme. Unë i kam kaluar që dhja vetëm ka ishte fort. Por unë besoj që kush e kalon këtë lloj faze të bën më të fortë. Ringrihesh më fort. Dhe i kupton kush njerëz të do, kush nuk të do. Qofshin të afërm të tu. Kush të mbështet. Se nuk e prish një qetësi në deta. Më beso për këtë. Është e dhimbshme ta thuash që jam me në frek, po është e vërtetë. Ne jemi një popull shumë në frek ndaj njerëzve, jemi shumë vullizues ndaj njerëzve. Në momentin që fillova mbarova operacionet dhe fillova kimioterapin, këtu se kisha problem. Ama kur veja në blog, ndisha shumë në siklet. Se? Isha pa flok. Ora shumë kile. Por dhe është normale. Njerëzit që më shikonin, është normale që një person që bën kimioterapi ti bien flokët dhe ti e ndjer keq pse? Çfarë bëni vlonjatët, qinjët le të themi, njerëzit përreth? Të them të drejtën, doktori kirurgu që më operoi, kur u komunikova, i thash çfarë kimia mund të bëj, nuk e di, më dukej shumë fobi se kisha lexuar, kisha parë, kisha dëgjuar që bini flokët bëni dhe më duke një fobi shumë e madhe. Në momentin që u përballa me këtë gjë, që unë bëra kimen e fort, nga që vllai im ishte me leuqemi në Milano, me që se kisha në familje një person që vuante nga diçka, me që sa i luftoj 17 dhe nuk e fitoj betejën, ndroi jetë në 2023 dhe mua më kanë ikur vllai dhe mami në vit të njëri tjetrit. Në kushërime. Vllai në 2023, mami në 2024 në dhjetor dhe në mars u kam bërë operacionin e radhës dhe imagjinon çfarë gjë isha shpirtërore dhe për ta ulur operacionet dhe gjërat. Por unë kam bërë kimio më të fortë dhe kam bërë shumë seanca. 16 seanca. Dhe në seancën e dytë mua më ran flokët. Onkologja më komunikoi që duhet të kesh flokët pas se do të bien. Dhe ashtu veprova. Kam vepruar siç më kanë thënë mjekët. Dhe në momentin që mua më ran flokët dhe vajta në vlorë, kisha nuk muaj pa vajt në vlorë, kisha shumë mall. Nuk ka si më mjotët e ta. Besa. Të ta shprojmë këtu me çdo gjë. Si më mjot nuk ka. Ashtu si që është vëngjon, po unë e dua. Më mungon. Vlora jote. Qytet nuk bëj qytet mbi Vlorë dhe mbi Elvinën nuk bëj qytet tjetër. Dhe shkove në Vlorë, por u ndjeve keq. Vajta në Vlorë e transformuar komplet. Komshinjt më duan, më respektojnë. Po kishte nga ata që më shikonin ndryshe. Por unë
Në këto momente, unë e dua shumë, i thash vetes time, vazhdo para, dhe unë kam arritur në një pikë ta dua shumë veten time o deta. Bravo. Ta respektoj shumë veten time o deta. E the shumë bukur, nëse nuk duam të respektoj veten tonë, atëherë mos presim nga të tjerët. Është shumë e rëndësishme kjo që the. Po, dhe unë i thash vetes time, lumi ti e kjo, kush të do të bëj kështu. Kush nuk të do, vazhdoj rrugën e vet. Dhe unë njerëzit e negativ nga i me kam shmangur. Në çfarë mënyrë? Kur më thoshin që sa e shëndoshur, si e bër, miru pafshi, faleminderit. Edhe vazhdoja rrugën. Dhe kur i rastisja të nesme, apo të pas nesme bëhet sikur nuk ishte kura, se kur nuk ekzistoni për mua. Masi bëja gabim, por u këtë rrugë zgjodha. Që vetes time të mbaja rrethin tim shoqëror, komshinët e mi që më donin, komshin përballësh vlla për mua, me gjithë gruan, se në çdo sekond kur unë vete në Vlorë, një të gatshëm për mua, dhe i përshëndes dhe i dua shumë, ka dhe njerëz të mi, ka dhe njerëz, ne brigatit jemi me shpirt shumë të madh. Pavarësisht se ka dhe njerëz, nuk kapin pa kokrat këshia. E qartë. Por në momentet më të vështira të jetës tënde, vendose le të themi të selektoje njerëzit me të cilën doje të rrije dhe merrje energji pozitive nga ata. Njerëz që të japin shumë dhe ta kam hequr nga jeta ime. Dhe ke bërë mirë. Njerëz që të japin energji negative nuk e pse i mban. Largoj, edhe unë jam pro kësaj gjëje. Njeriu duhet të rri me ata njerëz të cilët ndihet mirë dhe mbi të gjitha marrin dhe japin dashuri. Dhe në zhgënjur se për njerëzit që kanë pas nevojë dhe unë jam gjendur aty, ata njerëz asnjë telefonat. Në këto momente që kalon njeriu, më besoj që dhe një telefonat është shumë e rëndësishme veta. Ti forcë. Por mua forcë më tepër më kanë dhënë njerëzit negativ. Edhe kam një shprehje që them, ju dhën Zoti jetë të shikoj rrugtimin tim që unë ja dola. E tash lumtur. Nuk ja ura stafmit. Dashur lumturie, gjithsej keni bërë 2 operacione? Gjithsej kam bërë 8 operacione. 8 operacione? 8 operacione duke filluar 2 biopsit. Po. Implantin. Po, që vendos. Kush e vendos të implant, e di se çfarë roli luan. Është për njerëzit që janë në gjendje kritike për jetën, që nuk nuk i punojnë venat, nuk kisha venat më çaheshin. Më beshin si gulla femine shqip, që nuk ashtu dhe ishte detyruar të bëja këtë operacioni. Duke menduar që kishe një rrugë të gjatë, kjo ishte zgjidhja. E qartë. Po, kisha një 7 muaj kimio. Kështu që ishte zgjidhja më e mirë për të vendosur pikërisht ai implanti, thuaj ti, për të marrë kimio, serume, gjithçka. Ky implant ka të bëjë me venën kryesore se qafa, me venën kryesore dhe tumbua tjetër vetë të aorta, të zëmbra, që bën qarkullimin dhe çdo 3 muaj unë i bëj shplarje. Pra, ti probleme. Ti vazhdon ta kesh akoma apo e hoqe pas? Jo, po. Unë vazhdoj akoma betejën o tam. Unë deri në 2027 jam akoma me kimio. Jo venoze, po kapsula. Kapsula që i merr nga goja. Po, i marr nga goja. E dashur lumturie, të tjera operacione se bëre 8, më the. 2 biopsit, implanti, fillova rekonstruksionin e gjoksit dhe bëra 2 operacione njerëshi, me pjesa barku dhe mbushje i gjoksi. Hoqa protezën, mushkrit, 8 operacione. Në radhë. Mos kam harruar ndonjë se janë shumë edhe dhe ke qenë fort gjithmonë. Përpara se të merrje narkozën, besoj çdo kush ka një lutje në ato momente kur merr narkozën dhe hyn në sallën e operacionit. Unë fatmirësisht kam hyrë në sallën e operacionit për gjëra të mira. Kam sjellë një jetë fëmijët dhe të dy kam sjellë në operacion. Por prapë është e frikshme salla e operacionit. 2 herë kam provuar narkozën dhe ato momentet ku ti harrohesh dhe ikën dhe ai doktori fillon numëron 10, 9, 8, 6 dhe ti ke humbur që te numri 6, njeriu e ka një lutje, o Zot, të hap syt sërish. Unë gjithmonë sa herë futem në sallë të operacionit, ku kisha mamin gjallë, thoshja, bak më ndihmo.
se babi më ka ikur shumë i ri. Ti lutesh e babit. Në momentin që mi ku dhe mami, kisha operacionin e fundit, thash, dy ojnjit e një më ndihmoni. Ti jeni me mua. Dhe mami ishte me mua dhe teta. Unë në operacionin e fundit e kalova shumë të vështirë se nuk u përmenda në sallë. Vetëm e puls dola nga salla, ishte shumë e vështirë për rikthimi, por kur u zgjova ja dola. Pash motrën time dhe punatin që kishim së predoks. E thash, faleminderit Zot. Unë shtrihem dhe ngrihem në mëngjesem, faleminderit Zot që më zgjova. Tash lumturie, po të dëgjoj me vëmendje dhe të kam përballë, sikur të kam këtu afër, dhe i shkoj atë lotës e tu që janë lotë dhimbje, por ke kaluar kaq shumë sfida, nuk je dorëzuar, vazhdon ende këtë lloj beteje që besoj doja dalësh, dukesh që ke një energji pozitive. Dhe ta thashë në kryet e herës që siç ke emrin ashtu të kesh jetën. Por çfarë të kanë thënë mjekët në Itali? Pasi kreve gjithë operacione, ti fillove fazën e kimioterapive, venoz, i ke mbaruar të gjitha fazën e venozave dhe tani je në formën e Kam bërë radioterapi. Kam bërë radioterapi që është më vështirë se sa ka kimioterapia. Mos gaboj, radioterapia është reze që goditet qelizat kancerogene. Reze që goditet, po të humbin aftësinë unë kjo dhe ta nga mesi e lartë jam komplet operuar. Nga 2 krahë. I ke hequr të gjithë? Nga krahu majt ka me hequr gjoksi. Nga krahu djathtë kam bërë ndryrjen e mushkrisë. E kuptova. Dhe ndryrjen e mushkrisë ku kam bërë radioterapinë nuk e kam bërë. Se operacionin e mushkrisë e kam bërë në qershor të 2024-s. Po. Dhe kur fillova radioterapia ka një efekt që të humbet ndjeshmërinë e duarve dhe fuqinë e duarve. E qartë. Të humbet fuqinë, të humbet plus që edhe kimia ka qenë shumë e fortë. Ka qenë një betejë që asnjë nuk e uroj. Edhe vazhdon të jetë betejë. Unë jam betuar para vajt mamasime që unë gradaj. Motrë nuk e le vetëm. Nga familja ime po ka nikur. Unë do jetoj. Do luftoj fort, do jetoj. Për veten time dhe për motrën time. Jeni vetëm ju të dyja që keni ngelur nga familja Anello. Po. Dash lumturie. Kam një motrë Wesam Anellon, i e nga Skrapari dhe duhet ta njohësh. Mori motrën time quhet Ademia Klari. Nga cili vendi Skraparit? Nga Çorovoda. Nga Çorovoda. Unë jam nga Poliçani. Rrethi është nga Çorovoda, tani motra ime është në Francë, punati në Italian në Tiranë, po që flas kanë qenë emra të dëgjuar në Çorovodë dhe besoj se do i njeh. Patjetër, nëse do i thras pak kujtesës time, se kam probleme me këtë kujtesën, kam harruar shumë gjëra. Ka qenë drejtori i gjimnazit të Çorovodës, dhe kam shumë respekt për ju, jeni popull shumë i qetë, shumë... Jemi të mirë në Skrapalint. Janë e fatë populleti që kam. Jemi të mirë në Skrapalint. Shumë. Të dashur, të respektueshëm. Kështu që më vjen mirë që keni një dhëndër nga Skrapari. E dashur, lumturie, ti tani je me pjesën e medikamenteve, sepse duke na dhënë informacion, duke ndarë eksperiencën, ndihmon dhe shumë njerëz. Pra, mbarove operacionet kimioterapi dhe tani merr kapsula kokra. Këto janë konkretisht, le të themi, një lloj trajtimi, por jo venoze, po merret nëpërmjet një kokre çdo ditë një kokër. Këto janë një lloj trajtimi mbrojtës për mos të dalë se unë kur u bëm biopsia dola pozitive ndaj limfatikeve. Dhe këto janë një mbrojtje që mos të shpërndajnë limfatiket, mos të hapen metastazat të limfatikeve. E qartë. Kimioterapi është dhe kjo një farë. Dhe Verzenua, njëra nga kimio që e marr 2 herë në ditë, ka një kosto shumë të lartë që në Shqipëri nuk e përballon dot. Me fjalë, një kur, një mujor është 7.000 euro, 8.000 euro. Unë nuk e përballoj dot. Aty i ke të rimbursuara? Këtu janë të rimbursuar i paguan shteti.
Këtu ka ligje. Le të jesh i huaj, kur është njësoj si italianët. Tash lumturia më doleni një temë që bëre mirë dhe dua ta diskutoj. Imunoterapia është ajo kokra që ju pini, mos gaboj. Dhe shumë vajza, nëna, burra, të moshuar, të cilët diagnostikohen me kancer në trupin e tyre, në vende dhe organe të ndryshme, kur arrin në këtë fazën që jeti sot, që duhet kaloj në imunoterapi, fatkeqësisht Shqipëria jo se nuk i rimburson. Dhe imunoterapia ka një kosto shumë të lartë, në varësi të imunoterapisë. Sa përballon trupi apo jo? Mirë, e qartë, është tjetër çështje kjo. Por flas për çmimet. Nëse dikush kërkon ta blej, ka një shifër një mujore 7.000 euro, një imunoterapi tjetër mund të kushtoj 5.000 euro, por këto janë shifrat. Dhe në Shqipëri nuk e përballon. Upi 2 kimio, upi 2 me fjalë verzenjo dhe letrozolin, që janë me kosto letësh goxhat më dhaja. Dhe Italia, Greqia, Turqia, ku një pjesë e mirë e shqiptarëve shkojnë dhe kurohen në Turqi, bëjnë operacione, të gjitha këto vende të paktën i rimbursojnë imunoterapin për të gjithë njerëzit e diagnostikuar me kancer, ndërsa në Shqipëri, përveç kimioterapisë venos, që shkon në spital me radhë të gjata, duke pritur dhe të anullohet dhe të shkosh ditën tjetër, fatkeqësisht imunoterapia nuk rimbursohet dhe një pjesë e mirë e njerëzve e mbyllin aty betejën duke i lutur Zotit që faleminderit që edhe sot u zgjodha dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Më fal. Po të dëgjoj. Në momentin duhet të thoshja këtë, që nuk e di tani spitalet onkologjiku i Tiranës ka apo s'ka, po në momentin kur unë u diagnostikova dhe u interesova se kisha në rrethin tim atje në lagje që kishin njerëz që vuanin nga kjo gjë, linjëherë operacioni ishte bërë në mënyrë më skandaloze, dhe për të flas me kompetenca se personi ka ndruar jetë, ka qenë e fushës së mjekësisë, dhe vajzës saj më sa vetëm kaq. Lumi, mami dhe babi ishin mjek dhe ishin dikush në Vlorë. Dhe nuk na mungonte as edhe një gjë. Dhe ishim të detyruar që kimio ta marrim në farmaci, se spitali nuk e mbulonte, nuk kishte. Sot flas nga një Në 2021 flas. Flas për vitin 2025 sepse shkurtin e këtij viti unë kam humbur babain nga kanceri. Ngushëllime më ka shumë keq. Faleminderit. Dhe kam informacion, kam respekt për bluzat e bardha, absolutisht. Por këto janë politika të tjera të ilaçeve dhe rimbursimeve, nuk merren doktorët me këtë gjë. Kimioterapi bëhen tek onkologjiku në Tiranë dhe ka. Por njerëzit që e kalojnë këtë fazë, shpëtojnë dhe arriti imunoterapia, i matë nuk arriti dot tek imunoterapia, sepse besoj ne fëmijët do shqisim gjithçka dhe do t'ja blinim ato kokra që ai të jetonte, por fatkeqësisht nuk mundi dot dhe vdiqet e kimioa e dytë. Nuk arriti dot i përballonte. Fatkeqësisht imunoterapia nuk rimbursohet në Shqipëri, por kimioterapia padyshim që është pa pagesë dhe çdo kush që diagnostikohet e bën kimioterapi të onkologjiku në Tiranë. Por prapë është shumë pak. Shteti jon ka bërë shumë pak për njerëzit të diagnostikuar me kancer, që është sëmundja më e rëndë. Nuk flas për 2025 se nuk kam marrëdhënie, kam vazhduar ku po flas. Unë kam të freskët. Për betejën që do filloja në 2021 që funksiononte, që i blinin në farmacira, kimion, dhe pastaj venin e bënin. Po. Flas për vitin 2021. E qartë. Nuk flas për 2025 se e di që janë rregulluar gjërat, janë bërë. Por prapë Por shumë vetë pak. mendosh sa njerëz janë larguar nga kjo botë pa bërë kimio dhe pa e bërë ashtu siç duhet. E vërtet. E dashur lumturia, kur kthehesh në Vlorë, atje jeton vetëm. Motra nuk ka lëshuar as një sekond. Nuk ka lë vetëm. Të shoqëron kudo që shkon. Po. Dhe më vjen mirë që ke një motër, në fakt, motra për motrën, nuk e di, dhe unë kam 2 motra, dhe nuk e di, janë me fakt njerëzit që kanë motra. Është e vërtet. Unë kam një motër që nuk e di, për mua është motër, nën, baba, vëlla, gjithçka nuk e bën.
Dhe Zoti i dhënë jetë dhe shëndet. Por me sa po kuptoj, ti nuk e krijuar asnjëherë familje. Jo. Kam jetuar me nënën, jam të kushtuar nënën dhe në momentin që ishte momenti, unë së mura me kancer edhe aty mbullet gjithçka. Se doktoresha tha, në qoftë se do t'jetosh ta, nuk janë ca procedura, tha që nuk duhet të... Edhe unë kam zgjedhur të jetoj jo të krijoj familje dhe të vdes. E qartë, e kuptoj, sepse u diagnostikove shumë herët me këtë sëmundje dhe sigurisht u more me veten tënde, me shëndetin tënd dhe sot je në Itali. Por të shikoj që je e lumtur, ke besim tek mjekësia aty, ke besim te medikamentet, ke besim te vetja jote, te energjia jote dhe ana psikologjike, besoj ta kanë thënë, është gjëja më kryesore. Unë vetëm isha me fat se isha e qetë në kuptimin që këtu mu hapën dyert, ishte fati që mu hapën dyert, njerëzit e mi të mirë, u kurova si që duhet, nuk e ndjeva atë bullizimin, atë mos përfillin nëse janë shqiptare dhe jo. Unë jam kuruar dhe jam ndjekur njësoj si italianët, njësoj si pacient italian edhe unë. Edhe nuk e kam kaluar të fazën e shokut, nuk e kam kaluar të fazën e depresionit, atë fazën e ankthit, se kam qenë shumë e rrethuar me dashuri nga njerëzit e mi, plus edhe në spital ato të krijoj një marrëdhënie mjekja, sidomos mjekët, të krijoj një marrëdhënie shoqërore. Unë sot që flas me juve, unë me onkologët e mia unë i kam mike, flas hapur për çdo gjë. Dhe më vjen mirë që ke gjetur aty një mbështetje, ngrohtësi dhe dashuri. Por një ditë e jote janë në Itali, si nis? Dita ime nis, zgjohem në mëngjes, se jam shumë e privuar nga duart e mia që nuk funksionojnë ashtu siç duhet. Unë kam pranuar ndryshimin. Nuk është ndryshim i pakës, po është një ndryshim shumë drastik me karakterin dhe me tipin që kam unë. Jam e detyruar mos të lëndoj shumë operacionet, mos të bëj ato gjëra që unë di të bëj, edhe bëj pa u lënduar. Qoj në mëngjes, bëj mëngjesin, merren e drekën, gjërat vogla se me tjerat merret motra, unë nuk mund të rregulloj dot privata, për shembull të ngrëdy shekët që ti rregulloj, ti bëj të ngre tapeta, të bëj siç mund të bëj një zonë shtëpie punë. Se unë jam rezident e punë në Itali, edhe kam tek shtëpia ime ku jam unë, në katë pari motra në katë 2-3 unë, bëj ato që mund të bëj. E qartë, gjithë një duke kujdes. Gjërat e tjera i mbulon motra. Motra ime dhe punon edhe është heroina ime. Mi plotson të tëra. Dhe më vjen mirë, sinqerisht më vjen mirë për ty. Jam shumë e lumtur. Motra ka një familje të mrekullueshme. Nuk di çfarë të them, kur aty është vlla, është baba, është gjithçka, janë heronjtë e mi. Janë me fat që i kam. Unë jam këtu sa tyre. Dashurënduria, ishte një kënaqësi që ne të dyja folëm sot bashk në këtë live. Shumë faleminderit. More guximin të flisje, tregoje betejën tënde me këtë sëmundje, por dua ta mbylli me një mesazh që ti drejtohesh të gjitha atyre grave që po luftojnë me këtë sëmundje. Unë Odeta kam shkruar dhe kam komunikuar me shumë gra që kanë dashur një fjalë, që kanë dashur një eksperiencë, që kanë dashur një mendim, se kanë marrë me frikë, e kanë marrë dhe është normale. Unë zgjodha juve për arsye se jam ndjekse rregullt emisioneve tuaja, më pëlqeni si person. Nuk e di ju çfarë pallin keni një gjë që jeni shumë të qetë, jeni shumë të shtruar, i merrni gjërat shumë qetë. Dhe jam shumë ndjekse rregullt e emisioneve tuaja dhe thash do komunikoj me Odetën. Në gjithë gazetarët unë dua të komunikoj me Odetën. Dhe sinqerisht falenderoj për këtë gjë. Dhe them grave të sëmura, mos u dorëzohen.
Unë nga përvoja ime kam rënë shumë herë. Por gjithmonë aty për mua ka qenë një dorë që më ka ngritur atje ku unë jam rësuar. Më ka ngritur lart. Dhe ju them njerëzve, familjarëve, mos i lini të sëmurët të bien atë greminën në atë plogështin e sëmundjes. Se është një luftë, unë e quaj luftë betejë me jetën, shumë e vështirë. Më besohet e ta. Gjërat e tjera janë të papërfillshme për mua. Dhe habitem me njerëzit kur dëgjoj dhe bëj, kam të hall, kam atë hall. Të tëra kalojnë, po të kesh shëndetin të tëra kalojnë. Unë them grave, luftoni fort, se ka gjithmonë dritë në fund të tunelit. Luftoni të kapni dritë një shile. Unë për vete këtë bëj. Dhe sinqerisht falenderoj nga zemra për këtë mesazh që u përcolle, duke u nisur nga eksperienca jote. E dashur lumturie, numrin tuaj e kam dhe ne do bëjmë mikesha dhe do shkruhemi në WhatsApp apo Viber bashk. Të uroj jetë, shëndet dhe gjithë të mirat e kësaj bote. Të uroj me zemër. Faleminderit, të uroj shëndet, lumturi në familjen tuaj dhe pas gjithë mirësitë të kësaj bote. Të falenderoj, të puth dhe të përqafoj nga Tirana. Edhe unë nga Italia. Mirupafshim zemër. Kënaqësi që komunikuam dhe jam shumë injose. Kënaqësi dhe për mua që isha sot me ty, më motivove me energjinë tënde. Ndoshta ndonjëherë kur flas me personazh në live modetën që kanë histori të rënda, ngarkohem shumë me energji negative, emocionale që dua një orë, 2 orë të marr veten, por ti më dhe energji pozitive sot. Dua të them një gjë të fundit. Njerëz jeni pozitiv, jeni mirëkuptues me njerëzit e sëmurë. Dhe me njerëz normal, jeta është shumë e shkurtër. Hiqeni negativitetin. Bëni pozitiv, se në fund të jetës, përveç se ka të drasa, nuk merr gjë tjetër. Dhe e mbyllim kështu, e the shumë bukur. Mirë lumturie, do mbetemi në kontakt bashkë që mirupafshim zemër. Të përshëndet nga Italia të puson. Gjithë të mirat. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të ndarë, një eksperiencë për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite tashmë ju e dini ora 10 jam live me histori të ndryshme njerëzore që vinë jashtë territorit të Shqipërisë, nga diaspora kudo që ka shqiptar. Ju falenderoj që më shkruani, më komentoni, më përshëndesni, më kritikoni. Ju dua dhe takohemi nesër.